ishin disa faktorë që vendosur në lidhje me këtë histori, që u bën bashkë si një konstelacion që unë të shkoja shumë më në thellësi, se që ofronin ngjarje në sipërfaqe. Ndodhi një përdhunim i bujshëm disa, në fakt në vitin 2018, që kulmuan në 2019, që dëmi që u shkaktua moral një vajze që e psoi këtë ngjarje kaq të rëndë, se unë jam prindë vet dhe kam idenë se ç'do thotë, unë kam vetëm 2 djem, dhe imagjinoj sikur të kisha një vajzë, nuk e di, domethënë çfarë do ndjeja. Nuk ka fjalë për ta përshkruar. Më tronditi mënyra si u trajtuan media. Mediat nxorën vajzën, e bën tabelqitje dhe të gjithë mund të komentonin për të, dhe bashkoheshin me opinionin publik që mbase vajza mund të ketë gabu vetë. Se si një vajzë 13 vjeçare domethënë mund të ketë pjekurin për të gabuar ose jo në këtë histori, dhe jo këta që kryen makabritetin, po dhe prindrit e atyre djemve cilët kishin kryer, nënat mbi të gjitha, merrin një pozicion fare, sigurisht në mbrojtje të fëmijës tyre, është biologjike, është e drejtë, por nuk është e drejtë në kuptimin e përgjithshëm. Dhe duke njohur njerëz që kanë pushtet dhe që kanë shumë thjesht të kryen se s'ka problem me bëjmë, këto formuan një trekëndsh që të jepnin një mundësi për të zbërthyer në kuptimin psikologjik çfarë i ndodh këtyre njerëzve.